Kryetar, ora është 11:11. Ka kaluar 1 orë e 10 minuta. Dhe ne natyrisht nuk kemi hyrë ende në rendin e ditës. Tani, kryetar, të lutem. Tani në rendin e ditës janë 2 interpelancat kërkuara nga opozita. Në rendin e ditës është një seancë pyetjesh e kërkuar nga unë. Në rendin e ditës janë 2 ligje të propozuara nga opozita. Tani, në qoftë se ka ndryshuar plani, mund të na i thoni. Por, që kjo seancë të shkojë në një moment alucinant është e tepërt edhe për ne, është e tepërt edhe për ata që janë jashtë kësaj sale. Se tani, para 2 ditë e gjysmë, pash deputet që donin të hynin me dhunë në parlament. Me dhunë. Me molotov në dorë për të hyrë në parlament. Me molotov mbi policinë për të hyrë në parlament. Sot ishte e lirë fare. Dhe të njëjtë deputetu si shonë sa. E para. E dyta që është akoma më rëndësishme. Parlamenti nuk mund të shërbejë për të ndryshuar faktet historike. Sepse ja bën mugjoja. Në 21 janar, në një protestë të nisur paqësore, po që kishte nuk të pëlqeu? S'të pëlqeu? Ja se po e rregulloj. Në një protestë që nisi paqësore, dhe që mbaroi me 4 të vrarë, jo me ujë, po me plumë në lule të ballit. Me plumë në lule të ballit. Dhe me 14 të tjerë të plagosur. Me plumë, po prapë. Në pjesën e trupit, dhe jo në pjesën e këmbëve, po në pjesën e trupit, dhe që janë sot gjallë, fare kot, i shpëtoj Zoti i lartë, nuk mund të vjetë tuhet na thuhet që gjuajtet me ujë, dhe gjuajtet me plumba gome. Në lulet ballit, 4 veta po prapë. Shiko, që ajo ngjarje do t'ju përndjek, derisa ai lartë t'ju marë, po pa tjetër që do ju përndjek deri në fund. Po që në këtë vend do bëhet drejtësi i ditë. Vjojmë seancën. Vjojmë seancën. Zonja Topalli, për procedurë. Jo, për s'mund këtë replik mbi replik, se s'ka kuptim. Zonja Topalli, do ta merrni fjalën. Zonja Topalli. Tani nuk e 8 vjet e keni drejtuar këtë kuvend. Tani Zonja Topalli, zonja Kiduina Zaka. Zonja Kiduina Zaka për procedurë. Faleminderit kryetar, tani që ky është teatri i radhës, ne këto e kemi të qartë. Është e njëjta këngë, por më e keqja është që jeni katandisur si një orkestër, doktor, bëni muzikë me një dajre të prodhuar 81 vite më parë. Dhe më e keqja është që dhe veglat e reja muzikore të opozitës tuaj vazhdojnë njëjtën vijë melodike. Tani, prej doktor non gratës u nuk pres në një gjuhë më të përshtatshme se ajo që përdori, por më vjen shumë keq që kolegët e opozitës në vend që të kritikojnë gjuhën e përdorur, po i na me ty e kam, dalin aty dhe protestojnë për të mbrojtur fjalën e doktor Stali Berishës që përdor një gjuhë seksiste dhe fyese ndaj kolegëve të këtij parlamenti. Kështu që ju të dashura kolege që trumpetoni me të madhe për krijimin e aleancës së grave deputete, sot duhet kishit kritikuar drejtuesin tuaj madhështor. Dhe doktor, kam një replik me ju, ose jo replik, se s'm ke përmendur, po e kam drejt për drejt me ju. Ato snajperat unë e di që ti i ke fiksim që prej viteve më parë, por më vjen shumë keq për të gjithë ata policë që janë dëmtuar nga protesta juaj paqësore me molotov dhe fishek zjarr drejtuar trupave të policisë së shtetit, kështu që bëni mirë që të tërhiqeni. Unë besoj që populli opozitar nuk është ai që bën këto protesta të dhunshme. Jo,
populli opozitar di të protestojnë në mënyrë paqësore, jo me dhunën që ju nxisni. Dhe si bi e një ish polici e di shumë mirë se sa e dhimbshme është për ato familje, për ato nëna, për ato fëmijë që presin prindrit e tyre, bitë e tyre të mbarojnë detyrën dhe të kthehen shëndoshë mirë në shtëpi. Dhe ju jeni askushi që t'i dëmtoni dhe t'i vrisni. Bravo. Për replik, zoti Berisha, ju lutem uluni të gjithë deputetët e tjerë. Ja kam dhënë fjalën, uluni në vend. Ja kam dhënë për replik. Uluni. Të dashur qytetarë dhe qytetare, histeria kolektive është sindroma para agonisë së plot. Prandaj dhe këta janë në histeri kolektive sepse janë të gjithë me dorë, janë hajdut, sepse mbrojnë plaçke që kanë marrë nga jush, prandaj dhe flasin, prandaj dhe bërtasin, prandaj dhe lebetiten, prandaj dhe çirren, prandaj dhe shajnë, prandaj dhe turfullojnë, jeni të pashpres, qytetarë shqiptar me 20 shkurt do u japin ju, Lubira, Hajdutër, Edi Rams, përgjigjen që meritoni. Ju nuk mund të zhvilloni parlament pa heq imunitetin e Lubis. Pa heq imunitetin e Lubis. O të pagur, o të kapur, o sklever të krimeve tuaja, o çfarë t'u thuash ju, o përfaqësues të botës krimit, si mundet ju? Apo e nxjerr jashtë atë që se me fol? Po nxjerr jashtë atë, nxjerr jashtë. Pra, ju që të kërkonit keni rëndire tjetër, rëndi ditë së është vetëm një, mandati i Lubi Ballukut. Dorëzoni mandatin, kjo është kërkesa jonë. Okej. Tani, si që ndoqët edhe vetë, ju lutem, nuk e merë një fjallën, zonja Zhupa nuk e ka marë fjallën zoti Berisha me forcë, jo ju. Besoj nuk du të pretendoni, ju lutem uluni. Si që ndoqët, deri tani asnjë fjalë procedurë nuk pati nga 2 krahët, nëse dëshironi. Fjallën për procedurë ka kërkuar edhe zoti Strazimiri, ju lutem që ndoni të procedura dhe më mirë kuptoni që nëse fjallën nuk dojnë për procedurë, qoftë nga njëri grup, qoftë nga grupi tjetër, do të ndërpriten me njëherë. Zoti Strazimiri për procedurë, zonja Zhupa zini vendin. Çfarë ndodh me zonjën Zhupa, ja hoqe fjalën për procedurën? Ta sqaroj mbas seancës. Jo, mbas seancës nuk e sqaron dot, Niko, se mbas seancës nuk kam kohë. Niko, mbas seancës nuk kam kohë të merrem me ty. Ora jote është tani në këtë moment ke kërkuar takime dhe po flasim. Mbas seancës nuk kam kohë të merrem me ty. Çfarë ndodh me zonjën Zhupa në këtë moment? Po folim me ka drejtën e replikës, ka të drejtë më burr. Ora do mbash një standard për këtë punë apo jo? Jepim më dha drejtën e replikës. Ka fol 6 herë 7 herë se cili prej këtyre replik mbi replikë si ja jep kësaj. Ktheuni te procedura zoti Strazimiri. Ore çfarë procedurë për procedurë po të flas, se nuk i jep drejtën e replikës po them. Ti mendon se duhet fol unë për procedurë mbaron punë me këtë? Çfarë lloj drejtimi parlamenti është ky o zotëri? E kupton çfarë po ndodh me replik mbi replik, nuk dëgjon kur flasin la pa la. Dakor? Vetëm në qoftë se njëri prej nesh e vën duke mënyrën se si flasin, ta si shprehen femra gjasme. Vetëm atëherë. Po sikur se ke dëgjuar. Të lutem shumë, vëre seancën aty ku duhet, jepi fjalën zonjës Zhupa dhe pastaj fjalën e marron. Zonja Klodiana Spaiu, fjalën procedurë. Kryetar, vetëm për procedurë, nuk do dalë jashtë procedurës dhe këtu kuptohet që në çdo seancë është një kohë e caktuar ku fillon teatri dhe mbaron teatri. Do t'ju lutesha shumë
ajo që kërkoj në vazhdim të kësaj seance dhe në seancat e ardhshme, dhe e kërkoj në bazë të rregullores, ju lutem, gratë e këtij parlamenti nuk mund të përgojohen dhe nuk mund të etiketohen më. E kemi provuar në kurriz të gjë për shumë vite që kemi qenë në opozit dhe tani jemi në mazhorancë. Nuk është në nderin e këtij parlamenti, nuk është në nderin e 140 deputetëve që të përgojohen gratë në këtë mënyrë siç ndodh në parlamentin shqiptar. Ka plot deputetë të opozitës që nuk e pranojnë këtë qëndrim. Prandaj ju lutem, jemi më shumë se kur deputet të mazhorancës, jemi më shumë se në çdo herë tjetër deputete gra dhe vajza në këtë parlament. Jepini fund sepse kjo si histori nuk mund vazhdoj pa fund. E filloni teatrin kur vjen dirigjenti, ikën dirigjenti, pushon teatri, normalizohen marrëdhëniet. Unë ju kërkoj zoti kryetar që të kthehemi në rendin e ditës. Pothuajse 90% e të gjithë temave të sotshme janë ku e ka fjalën opozita, nuk e ka mazhoranca. Edhe për hir të këtyre deputetëve dhe kolegeve të mazhorancës që u ofenduan sipas qefit të dirigjentëve, duhet që ne të rikthehemi në seancë dhe të vazhdojmë seancën, sepse ti je i bindur zoti kryetar që kanë ardhur për të mos bërë seancë normale. Dhe nëse nuk duan të zhvillojnë seancë normale, edhe kur i kërkojnë tematikat vet, i kanë kërkuar vet, që nga interpelanca e deri tek projektligji i fundit i ka propozuar opozita. Nëse nuk duan të zhvillojnë seancën normale për temat që i kanë kërkuar vet, ato le të vazhdojnë, kalojmë votim dhe ne vazhdojmë punën tonë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Tritan Sheu për procedurë. Zoti Tritan Sheu. Ka për procedurë? Për procedurë, zoti Tritan Sheu.